Ekokardiografia, ultrazëri i zemrës, te fëmijët. Kur është vërtet e nevojshme dhe kur prindrit duhet të shqetësohen. Ekokardiografia është një ekzaminim i sigurt me ultrazë të zemrës. Është pa dhimbje, nuk ka rrezatim dhe ndihmon mjekët të kontrollojnë strukturën dhe funksionin e zemrës. Çfarë tregon ekokardiografia? Një ekokardiogram mund të zbulojë defekte të lindura të zemrës, probleme me zemrën nga lindja, probleme me valvulat e zemrës, dobësi të muskulit të zemrës, inflamacion të zemrës, miokarditi, lëng rreth zemrës, efuzion perikardial, anomali të qarkullimit të gjakut. Kur është vërtet e nevojshme ekokardiografia? 1. Murmur zemre. Shumë murmura janë të pafajshëm, por ekokardiografia është e nevojshme nëse murmuri është i zëshëm, murmuri është i vazhdueshëm, fëmia ka simptoma, ushqim i dobët, djersitje, buzë të bluara. 2. Buzë të bluara ose lëkurë bluish, cianoz. Nëse një fëmijë duket blu rreth buzëve ose gishtave, ekokardiografia është urgjente. 3. Frymëmarrje e shpejtë ose vështirësi në frymëmarrje, veçanërisht nëse kombinohet me djersitje gjatë ushqimit, fitim të dobët në peshë, lodhje. 4. Rritje e dobët ose dështim për të përparuar. Nëse foshnja nuk po fiton peshë normalisht dhe ushqehet me vështirësi, sëmundja e zemrës duhet të përjashtohet. 5. Dhimbje gjoksi ose të fikët, sinkop. Shumica e dhimbjeve të gjoksit te fëmijët nuk vijnë nga zemra, por është e nevojshme ekokardiografia nëse dhimbja ndodh gjatë ushtrimeve, të fikët ndodh gjatë vrapimit, ekziston histori familjare e sëmundjeve të zemrës. 6. Tension i lartë i gjakut. Fëmijët me hipertension mund të kenë nevojë për ekokardiografi për të kontrolluar ngarkesën e zemrës. 7. ECG anormal ose radiografia normale e gjoksit. Nëse testet sugjerojnë zgjerim të zemrës ose probleme me ritmin, rekomandohet ekokardiografia. 8. Historia familjare e sëmundjeve serioze të zemrës. Ekokardiografia mund të nevojitet nëse të afërmit e ngushtë kanë defekte të lindura të zemrës, vdekjen e papritur kardiale, kardiomiopati. 9. Pas infeksionit të rënd viral. Disa viruse mund të ndikojnë në zemër. Ekokardiografia është e nevojshme nëse fëmia ka dobësi, rrahje të shpejta të zemrës, probleme me frymëmarrjen pas infeksionit. Shenja që prindërit NUK duhet të injorojnë. Thirrni pediatrin tuaj nëse fëmia juaj ka djersipje gjatë ushqyerjes, frymëmarrje e shpejtë në pushim, rripje e dobët në peshë, lëkurë ose buzë të bluara, ekstreme lodhje, fryrje e këmbëve ose fytyrës, infeksione të shpeshta në gjoks, episode të humbjes së ndjenjës. Kur ekokardiografia zakonisht NUK është e NEVOJSHM. Në shumë raste, nuk është urgjente kur fëmia ka dhimbje të lehta në gjoks vetëm pas stresit, murma diagnostikohet si e pafajshme nga pediatri, fëmia është aktiv, rritet mirë dhe nuk ka simptoma. Por, vendimi përfundimtar duhet të merret gjithmonë nga një kardiolog pediatrik. Si bëhet ekokardiografia? Fëmia shtrihet në krevat, gjeli aplikohet në gjoks, sonda skanon zemrën. Kohëzgjatja 10-20 minuta. Pa dhimbje, pa rrezatim. Ndonjëherë foshnjat e vogla mund të qajnë, por kjo nuk ndikon në siguri. Këshilla përfundimtare nga barmet. Ekokardiografia është një mjet shumë i rëndësishëm, por nuk është e nevojshme për çdo fëmijë. Është më e rëndësishme kur një fëmijë tregon simptoma si buzë të bluara, probleme me frymëmarrjen, ushqyerje të dobët, rritje të dobët ose teste anormale. Nëse nuk jeni të sigurt, gjithmonë konsultohuni me pediatrin tuaj. Barmet, këshilla mjekësore për prindërit. Diagnostikimi i hershëm shpëton jetë.